Po, ta vjedhe edhe idejnë tonë, unë me bati të bon ka, ku po thuti? 2000. 2000? Mandatin e kaluar ka paspremtuar 1000, e si ka bon duket asë. Edhe ma shumë i kemë bo. Ja, se Ne vetëm për çdo vit bëjmë investime në rregullimin e infrastrukturës, domethënë për rreth objekteve banesore që tani afër policisëve që ndërtu 40 vend parkingje, do të vazhdojmë me të gjitha objektet, po 2 parkingje të cilat mendojmë me zhvillu me partneritet publiko-privat janë afër shkollës fillore Smetraci dhe afër bankës private për biznes, ku planifikojmë që secila prej tyre të ketë nga 100 parkingje. Faleminderit, njëjtë zotin Bashota, sa parkingje të reja? Po, e kemi konsumu këtë temë edhe në debatën e kaluar, unë e di se tek shkolla fillore Smetraci nuk ka mujtë me ndërtu një parking të tillë, për shkak se e prunë nuk është e shkollës. Dhe është e pamundur me e ju ku keni me marru? Realisht, unë do të rikthej rrugën e gjimnazit në gjendjen e me pashme si ka qenë, për arsye se aty janë bloku bizneset dhe thjesht nuk kanë vend parking. Ako një pjesë shumë e mirë që është shfrytzuar qoftë edhe për qasin tek objektet afariste të qytetarëve. Mirë, sa parkingje i nxjerrni aty? Po, saksisht nuk e di, por për gjatë rrugës se parkingje. Zënuri po thot vetë 6. Po ta vjedhe edhe idejnë tonë, unë me bati të bon ka, ku po thuti, po është problemi se do të shfrytëzojmë të gjitha hapësirat dhe mundësitë e nevojshme për të kriju hapësira për parkingje. Tash sa parqe të reja kena mi pa nëse ti bosh? 20 parqe të reja në fshat. 20 parqe të reja. Me ty Sokol, sa parqe të reja kena mi pa? Unë planifikoj që të përmbushi gati më shumë se 20 parqe. Ma shumë se 20. Sa drunj keni mi mbjell ju nëse vini pushtet prapë Zenon Elizaj? 2000. 2000? Mandatin e kaluar ka paspremtuar 1000, e si ka bon duket asë. Edhe ma shumë i kemë bo. Ja, se edhe ma shumë. Mos e di ku ki. Ma shumë jenë. Po, unë thash edhe njëherë, mandatin e timin bo për rrëth 1000 drunje që bo në qytetin e komunës Linës. Tash me rrugullimin e parqeve, kjo ka më rritë dhe kapacitetin e drujve. Hajtë që për provojnë pyetinash me sa gjoba ki me lëshu, sepse njerët po gjujnë bërlog gjithka edhe në vende ku nuk është veni për bërlog, sa gjoba për ambient kemi lëshu. Po, fillimisht duhet me njës nga e para, mas pari me hje këtë mbeturinat që janë qotër edhe ato e nërtë edhe gjitha, me pasru të rejnë, pastaj me një fokus të veçantë. Tash varet mbi bazën e shkeljeve që bëhen aty edhe mundësisë se me monitoru ato shkelësit që i bojnë ato derët të inerteve. Zenon, sa gjoba ju? Sa të ka shkelës, do t'ju dhem gjoba. Ka shkelësa.